slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do. Përshëndetje të gjithëve. Qofse videon e kaluam pami makinë ku mbizotëronte fuqia edhe ishte kompakte, sot do kalojmë në një nivel komplet tjetër, ku edhe fuqia është pafund 900 kuaj, po edhe luksi është maksimum se është Maybach. Është Maybach Rocket 900, një nga 10 në gjithë botën. Është fat që e kemi në Shqipëri një, se këto lloj mjetesh i gjenë vetëm në Moskë në oligark ose në diktator. Do ja nisim nga diskjet, janë monoblok platinium. Një disk i tillë kushton 10.000 euro, jo më pak se 10.000 euro vetëm disku. Mbrapa këtyre diskeve janë frenat karbon ceramik me 6 pistona që kushtojnë 30.000 euro dhe ato në vete. Tu kemi diçka që na tregon se çfarë shihet poshtë kofanos, V12 900. 900 që është për kuajt fuqi, që i ka kjo bish, po do e shohim të motori pastaj. Kjo është 5.4 metra e gjatë, është versioni Maybach, po i shndruan komplet nga Brabusi. Do me thonë, qofse për ato 0.0001% njerëzve, që së 650 që Maybach nuk u duket i shpejtë dhe i veçantë mjaftueshëm, e çon botrop të Brabusi, i jep edhe i herë më shumë lek se çka bën Maybachu standard, edhe ta bin në këtë lloj gjendje, që të mos shofësh në për rrugacionin që e ka si e jotja. Duke nis që nga parakolbi, maskarina është komplet e Brabusit, nuk e shef masillë modeli tjetër përveç kësaj, po të kalojmë edhe mrapa te marmitat, i kontrollo valvulat me buton, dhe marmitat edhe mrapa kolbi është komplet i Brabusit, normalisht tema Brabusit, Brabus edhe 900. Tani ne kemi pa shumë Maybach këtu, po Maybach 350 me luk, po me këtë rast po e themi edhe nga dallohet. Maybachu tamam, dhe cepin e trekon që tu dritares fundin e ka jashtë dere, nuk e ka mrena dere. Kështu që nuk mjafton vetëm kjo stema këtu për të bërë Maybach. Tani ta shohim edhe motorin. Tani kjo është pamje që jo shumë njerëzve u vjen mundësia për ta pa. Çdo gjë është karbon. Komplet motori është i ndërtuar nga fillimi, i bom nga Brabusi, nuk është thjesht i remap ose thjesht me i vu 2 turbo më të mdoja. Nga 6 mish është bo 6.3 edhe është përforcuar rregullu çdo gjë nga Brabusi për të përballuar 900 kuaj që prodho kjo, edhe 1500 Nm/m tork, të limituar elektronikisht, që vetëm Bugatti Chiron Super Sport ka pak më shumë tork se kjo, asnjë lloj makine tjetër në rrugë nuk ka torkun e kësaj. Çdo gjë karbon, për kuriozitet, i filtr ajri i bën 900 euro, 2 copi 1800 euro, sa i Golf Kaç. Kur ka dalë ka qenë makina më e shpejtë në botë me 4 dyrë, edhe pse është më shumë se 2 tonë e gjys, kap 366 km/h, edhe ajo e limituar elektronikisht, se limiti kësaj vetëm gomat janë, po të ketë goma më të forta që të mos nxefen me këtë peshë edhe më shumë shko. Tani do shohim edhe interiorin, i cili në vete me faturat Brabusit ka kushtuar 250.000 euro. Më thonë, për të pa që është ndryshuar këtë makinë, është libër me faqe, ku çdo detaj është i shpjeguar, edhe çmimet normalisht e pam si janë të filtrave, ashtu janë për çdo gjë tjetër. Tani duke nis çete dera. Qëtë sigurisat e dyrëve janë Brabus. Komplet tapiceria është bon nga fillimi, sepse vetë Brabusi ka disa faza modifikimesh, ku mund bësh veç interior, veç motor. Kjo i ka të bon me gjitha nga Brabusi. Çfarë do lloj, çdo gjë këtu mrena është Brabus. Komplet rrëmesa është fiber karboni. Normalisht 3D audion e Burmeisterit kjo e ka, s'bëhet fjalë, kjo e ka dhe Maybachu standard. Edhe tapetat janë Brabus. Çfarë do lloj gjoje është Brabus? Lëkura është fine leather e Brabusit, nuk është standardi e Benzit.
Këtu na tregon dhe brabusi se si me hap valvlat e marmitave. Normalisht tu është prap badge tjetër i brabusit që thot High Performance Automobiles është aty. Këtu pastaj kemi prap i badge tjetër që thot si të kujdesesh, rekomando Sonaxin për të kujdes për bojën e kësaj makine. Çdo gjë këtu është ndryshuar, edhe boja është bo e veçantë nga brabusi, edhe pse duket e zezë, nuk është standard e zezë e Benzit. Tani si kjo janë ose s'janë 10 në gjithë botën, kështu që për t'i bërë tapetin, se di me ka stok brabusi, kështu që do kujdesim që të mos e bëj pis. Timoni është timon Benzi, po komplet fiber karboni, që është modifikuar nga brabusi, bashkë me logon e brabusit, edhe këto pedalet mrapa, nuk janë standardet Benzit, komplet crosscode i lëkur, jo standardi Benzit, e ka modifikuar komplet brabusi, dhe çdo gjë që shef është karbon. Gloss karbon është me shkëlqim, edhe këtu e kemi logon e brabusit, orë është IWC Schaffhausen, komplet lëkur e brabusit, Brabus Fine Leather. Lart kemi Magic Sky, me i buton kthehet nga kështu blu si që është në transparente, ja, me buton e ndrysho, nga transparente, erso dhe bo blu. Magic Sky Control, edhe kjo është opcion i veçantë që se ka çdo së. Tani do shohim edhe pjesën më të bukur të kësaj makine, që është pjesa mrapa. Duke qenë se kjo është e bazuar me te Maybach 650, fokusi është te pasagjeri mrapa, se sa te shoferi, kështu që mrapa ka dhe hapësirën më të madhe, edhe luksin e shfrenum, ku nuk mungo asnjë lloj gjoje. Edhe te Maybachu, që mund ta quaj standard në thonjza, po te ky brabusi janë fokusuar në çdo detaj sa më të vogël, janë fokusuar për ta bërë perfect experiencën e personit që do jetë mrapa. Tani po e nis me gjonat standarde që i ka edhe Maybachu, siç është Audio Burmeister 3D, to televizorat lart që janë të Benzit, po kjo është edhe me opsionin e Microsoft Surface që ka këto kompjuterat këtu. Me këto butonin këtu rregullon këndin e dy ekraneve, ka edhe dy tavolina që janë karbon. Ka këtë çantën normalisht lëkur me tastierën që mund ta përdorësh tabletin këtu poshtë Microsoftit për punët e tua zyres për biznesin gjonat. Çdo gjë në çdo detaj është karbon, brabus karbon, nuk e shef në asnjë lloj vend tjetër. Këtu pastaj kemi edhe frigoriferin, po frigoriferin e mësu që e ka edhe Maybachu. Po kjo ka dhe gjë tjetër, ka këtë tabletën këtu, që këtu mund të kontrollosh ndriçimin, mund të kontrollosh audion edhe videon, që do të shohësh mrapa, edhe kjo është shumë gjë e veçantë. Normalisht logo brabusit këtu e qepur, këtu pastaj i ke me ngroje ftoje cup holderat. Sendila kryesore është sendila mrapa pasagjerit makinës, që ka dhe hapësirën më të madhe, edhe mundesh me kontrollu sendilën para, e shtyn sa të dush. Normalisht ngroje ftoje dhe masazh nuk bëhet fjalë, edhe klimë të veçantë që e kanë. Kjo ka edhe tavanin me drita LED me pika, që është bo nga brabusi, nuk është bo vetë. Sendilet pastaj first class, ngrihet pjesa poshtë e sendileve, si me qenë first class në avion, të me thonë maksimumi i komfortit, edhe shtrin mrapa, nuk ka gjë më të rehatshme. Është perfekte për të bërë rrugë sa të gjata të dush, për të kalu kontinente. Komplet karbon, vazhdon karboni rreth e qark. Çdo gjë është në detaje. Çdo pjesë është bërë karbon. Edhe këtu çdo gjë është karbon. Çdo lloj pjese që ka qenë dru përpara është bërë karbon nga brabusi. Çdo lëkurë, çdo pjesë është bërë nga fillimi nga brabusi me lëkurë më të mirë, më cilësore. Tani të shohim edhe bagazhin, se brabusi ka menu dhe për bagazhin. Edhe në bagazh çdo gjë është lëkurë, çdo lloj pjese. Edhe pse pronari rrallë do e shohë bagazhin se do e keti shofer në shumicën e rasteve, ka këtë të frigoriferit mrapa, ka këtë të internetit këtu, ka edhe dy çadrat brabus. Edhe pjesën lart këtu e ka lëkurë, çdo lloj gjoje është lëkurë.
te lloj gjoje nuk e shef. As Rolls Royce si s'ma mia si ka lëkur çdo cep. Në rrugë nuk një gjohet fare, është izolume komplet. Është kulmi i luksit. Vetëm pak marmita të një gjo, edhe stema me bak shumë e bukur. Për ta kriju një ide se kush e ka blej këtë lloj makine, po e jap si shembull për kuriozitet, është një ndër blerësit është Teodoro Nguema, zëvendës president i Guineas Ekuatoriale, baba vetë është president ka një 50 vjet, diktatora, do me thonë llogarit ja kanë sekuestruar atij bashkë me bugatje me ca tjera, plus i jat $150 milion. Se di, makinë që t'le pa fjalë, s'ke nga ta kapësh që ati thush, jep gaz s'ke ku jep fare se... Po edhe kur jep gaz e atë shpejt s'ke frikë që të nxefen frenat, si ka qeramik, 30.000 euro frena. Qa fuqie, qa torku, edhe gazit në gjys. Kafshe i lloj nivelit tjetër. Pak makina kombinojnë edhe luksin, po edhe performancën në këtë lloj mënyre që e bë kjo Brabus Rocket 900. Kjo është për ato pak njerëz në botë që di duan gjitha, po jo të gjithë mund t'i kenë, po kjo i ka të gjitha. Jetu ecë në rrugë, ke i M5, ja ka lë. Ke i së, e ke mo lukset të tjera, ose i seria 7, ke të gjitha, nuk i mungo as si lloj gjoje. Edhe vetë nuk ma kishte marrë menja që do më vinte kjo mundësi. Këtë makinë, kalo. Kjo makinë është aq e rrallë, sa që kur e kam pa për herë të parë, që ishte duke u bë detailing diku, pa ta bë video TikToku, duke fol për atë mand fotove, po ja erdh mundësia edhe du të falenderoj shumë servis Donaldin, që ma dha këtë mundësi për ta preke, për ta pa nga afër këtë makinë, edhe për ju që ta shifni, edhe për mu që ta provoj. Unë jam fatlumin këtë rast, po edhe ju sa do pak e shifni këtë eksperiencën e kësaj makine nëpërmjet videos. Shumë e veçantë. To makina nuk i shef. Unë në Londër jetoj s'kom pa asnjë. Dhe mund ta shohësh me najt Dubai, në Moskë, makinën e oligarku, janë makinat tepër të rralla. Kjo është për të çu shoferit të avionit privat, me këtë futesh mrena në pistë, besoj, ta hapin pistën, nuk është për me shku me autobus të avionin me Wizz Airin, kjo është ke avionin privat. G6-ën, qo aty, ose qo të jaltin Monte Carlo, për këtë gjona. Po, ne jena me fat që e kena në Shqipëri. Se tashim me luk ka sa dush, nuk është zor për t'i bo me luk, së 350-shet, po për ta pas Brabus fabrika është... Ato që nuk hik në rëshkitë. Po, s'lepe, Nuk hik, nuk hik, la bita dhunë, se aty e pash. Edhe makinë që është 2 tonë ca është gati 3, edhe nuk e dallo. Që është nuk e dallo peshën, si makina tjera e merr vesh që është e rondë në kthesa ose tik, se merr vesh te. Edhe kur frenon se merr vesh, që është aq e rondë. Kjo është experience, se di
kulmi I luksit edhe I fuqisë. Kjo është një makinë që nëse do të kesh shofer edhe të rish në luks mrapa e bë. Nëse do ta marrësh të ecësh vetë me mbi 300 km/h në rrugët e Gjermanisë e bë. Është makinë që nuk do shohësh tjetër dy të lloj se jote në rrugë. Nuk mundesh dot me e ble edhe po ti kesh lek tash në fabrikë s'ta bëjnë. Është një makinë që është më e shpejt se gati çfarëdo lloj Ferrari që është prodhuar deri më sot, edhe që është më luksoze se një Maybach normal. Edhe është kënaqësi që e kemi në kanalin tonë.